Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe me të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Jemi në hijen e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga libri Riyadhus Salihin. Pra konkretisht ende jemi tek kaptina e durimit, pra kaptina e sabrit për të cilin kemi folur edhe më herët. Mirë po, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët flasin për durimin edhe për sabrin, pra të cilët janë hadithe çka e mbjellin në zemrën e besimtarit, pra shpresën tek shpërblimi i Allahut subhanahu wa taala, pasi që sabri është i nevojshëm, pra sikurse kemi përmendur, është i nevojshëm në shumë raste, pra në realizimin ose në ekzekutimin e urdhrave të Allahut edhe, domethënë nga ana tjetër, po ashtu edhe në abstenimin prej disa harameve të cilët për nga natyra pra shumë prej harameve pra janë tërheqëse edhe janë joshse për çdo njeri. Pra jemi tek hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmetohet prej Enesit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vizituar një ditë prej ditëve Varrezat. Edhe te Varrezat e ka parë një grua, e cila ka qenë duke qajtur te një varr, pra ka qajtur te varri i një fëmijës vet vogël i cili i ka vdekur që në veçli. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kaluar aty edhe i ka thonë ki frikë Allahun edhe duro. Ndërsa ajo grua ja ka kthyer edhe i ka thonë mle rahat sepse ti nuk je sprovuar me atë çka jam sprovuar unë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam normal vazhdon rrugën. Derisa një burr prej muslimanëve kalon pranë asaj edhe thotë a e din ti se ki ishte Resulullahi, ki ishte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të cilin ti ja tha atë fjalë të cilën ja tha. Mirë po ajo grua nuk e njohu të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk e njihte se ki është Resulullahi. Pra nuk e njihte se ki është i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas asaj, pas atij rastit, ajo nxitoi për tek dera e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nxitoi për tek dera e të dërguarit të Allahut, derë e cila si ka ardhur në transmetimin e Enesit, derë e cila nuk kishte roje, që ishte traditë e njerëzve, e mbretërve, e prijesve, ishte dera e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka secili kishte mundësi ta trokas. Edhe troket te dera e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe shkon që të arsyetohet pranë të dërguarit të Allahut. Edhe i thot, o i dërguar Allahut, pasha Allahu nuk njoha se ti je. Nuk njoha se ti ishe. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja kthen edhe i thot, innama sabru fi sadmatil ula. Sabri, durimi është në goditjen e parë. Pra këtu përfundon hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadith madhështor i cili flet për vlerën të cilën e ka sabri, pra durimi, e sidomos pjesa e fundit e hadithit na e potencon një poentë shumë të rëndësishme, të cilën do t'i kthehemi, do t'i qasemi pak më vonë. Dal nga dal do të fillojmë që të flasim rreth dobive të shumta të cilët burojnë prej këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dobia e parë, shohim se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam i ka vizituar Vorrezat. Pra i ka vizituar Vorrezat. Jo si te ne, për shembull te ne vizitojnë Vorrezat kur? Për Bajram. Pikërisht, domethënë, çka për Bajram, ditën e festës, të cilën i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam nuk e ka veçuar ditën e Bajramit për vizitën e Vorrezave. Mirë po shumë prej njerëzve e zgjedhin pra ditën e Bajramit, pra 2 herë në vjet i viziton Vorrezat. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam nuk ka pat kohë të caktuar kur i ka vizituar. Ndërsa thot në një hadith, laqad nahaytukum an ziyarati al-quburi fal'ana fazuruha. Ju kom ndaluar pra më herët që ti vizitoni Vorrezat, tash e tutje vizitoni. Pra pse i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillim sahabët prej vizitës së Vorrezave? I ka ndaluar për shkak se shumë prej shirkijateve, prej devijimeve, sot, ose në të kaluar, i ke pasur, domethënë, nëpërmjet këtyre sikurse janë sot, lutin e vlijat, lutin të vdekurit, të ashtyqohetur njerëz pa gabime, gjujnë pare, kërkojnë prej të vdekurve ndërmjetësime, kështu me radhë, kështu me radhë. Prandaj edhe tauhidi derisa ka depërtuar në zemrat e sahabëve, edhe nëse derisa e kanë mësuar tauhidin si duhet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ndaluar në fillim të Islamit që t'i vizitojnë. Pastaj i ka lejuar. Ka polemik në mesin e dietarëve
duke u bazuar të ky hadith, edhe të disa hadithe tjera. Më thanë janë ndarë dietarët a lejohet që gratë të vizitojnë vorrezat. Esenca e meselës është se gratë nuk lejohet që të vizitojnë vorrezat duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili thotë la'ana Allahu zawaratul qubur. Allahu i mallkoft vizitueset e varrezave. Pra esenca e kësaj është se nuk lejohet që gratë të vizitojnë edhe të marrën pjesë, si me thanë, në atë procesimin ose në procesimin e gjenazës, në procesimin ose në varrim. Ndërsa disa prej dietarëve janë argumentuar në këtë hadith, edhe në disa hadithe tjera indirekte, se lejohet që gruaja të vizitoj varrezat. Pra kjo është çështja e parë. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë vizitoni varrezat sepse ata u përkujtojnë vdekjen. Ne jemi shumë djemë të mirë kur përcjellim dikon për të vorrezat. Në ato momente kur i vorrosim të afërmit tonë, të dashurit tonë, kur i lëshojmë në varr, shumë jemi të mirë në ato çaste. Wallahi po sa të dalëm prej vorrimeve, sa të dalëm, sa ta shtim dorën në xhep të telefoni, na kujtohet dunjoja, na kujtohen veturat, ushqimet, gratë, sporti, YouTube, Instagram, rrjetet sociale, harrojmë. Disa edhe në gjatë vorrimeve nuk merrat, nuk e ka dërt, ka shku vetëm për ta pa njerëzit se është ki në vorrimin e filanit, nuk është askund. Më thanë, disa edhe nuk marrën, mësim prej vizitës së vorrezave edhe në raste kur ati për shembull i ka vdek në një afërm ose ndonjë shok, krejt, Allahu na rujt, pra krejt për sy e fatësi. Pra prej hadithit mësojmë se belajat janë pjesë të pandashme të jetës. Ato të ashtuqueturat fatkeqësi, aksidente, ndodhin në jetë. Thot Allahu subhanahu wa taala, la tublaunna fi anfusikum wa amwalikum. Do të sprovoheni në pasurinë edhe në vetet tuaja. Pra edhe ju, edhe pasuria juaj do jenë subjekti i sprovave. Pra shumë gjë normale që për që njeriu të sprovohet. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i ka porositur këtë grua, e ka porositur një porosit të madhe, e ka porositur që mos thot diçka e cila është e ndaluar, as mos dvajtoje, ose të shfaq diçka e cila nuk pajtohet, ose cila ndoshta bie ndesh me pajtimin pra me kaderin e Allahut subhanahu wa taala, pra me caktimin. Pra e ka porositur i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ato, edhe neve, që mos flasim gjëra të cilët e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra ishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam të cilit i vdiqen edhe fëmijët e vegjël, ka pat për fëmijë të cilët i ka vdekur të dërguarit Allahu. Ndërsa çka tha kjo grua? Tha lem rahat, se ti nuk e din se me çfarë sprova jam sprovuar. Ndërsa sprovat më të mëdha kush i ka? Sprovat më të mëdha i kanë pejgamberët. Më pastaj ato të cilët hecin hapave të pejgamberëve. Mos thotet njeriu që o Zot, prej kam gjetë mu. Pse pikrisht mu? Pse ma more vladin dvogël? Pse ma umbe këtë pasuri? Pse s'ma mundsove të dal në gurbet? Pse mu prishen letrat? Pse mu dreqen letrat? Pse rash provim? Pse më dola prej pune? O Zot, pse më zgjodhe mu për këtë sprovë se unë s'mund të baj? Pra na ka ndaluar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sheriati që të flasim kësaj lloj të gjërave të cilët bien në ndesh me pajtimin pra me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Prej priklimit të madh dhe emocioneve, kjo grua as që transmetohet se ka shikuar ka i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra prej emocioneve e ka pat atë dertin e vet, ka qajt, edhe ka thënë një fjalë e cila pra nuk është e hishme. Më pastaj shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kërkon falje për fjalët të cilët ajo pra i ka thënë. Pastaj kemi edhe përgjigjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shife. I përgjigja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka i ka thënë? Inna sabru fi sadmatil ula. Durimi janë në goditjen e parë. Në atë momentin kur goditesh me sprovën, atëherë duhet shihet durimi jot. Jo mas 2-3 ditëve mas si fladitesh, ose mas 1 sahatëve, mas 2 sahatëve të kalon nervoza, të kalojnë ato emocionet e forta. Sabri është në çastet e para kur goditet njeriu me sprovë. Në momentet e para, kur dikush për shembull të ka godit me vetur,
sabri është në ato momente. Mos shpreh diçka e cila është e pahishme. Se mbas gjysmore, abe kjo hekër është, s'ka gale sa gërvisht. Nuk është punë e madhe. Mirë po ne i thujmë 100 fjalë, ma pastaj estakfirullah. Elhamdulillah që ka thotë estakfirullah, kërkon falje për Allah. Mirë po sabri është pra pikërisht në goditjen e parë. Pra pejgamberi s.a.s. ja përmendën kësaj gruaje dhe i thotë pra dërimi është në goditjen e parë. Pra pejgamberi s.a.s. nuk e ka qortuar këtë grua për mënyrën se si ajo i është drejtuar atij. Pra pejgamberi s.a.s. nuk ka pat hisen, do të thonë atë nefsin e vet nuk ka gjetë diçka në brendin e atij, ta qortoje pse ti nuk më njofte. A nuk e dishe se ti kush jam? Ku jetojmë në një shoqëri ku shumë prej njerëzve sot mburren mat, a e din djali kujt jam unë? A e din kush jam unë? A e di çfarë pozite? A e di çfarë pozite në parti kam? A e di çfarë pozite në shtet kam? Pra shumë prej njerëzve për veten e vet thujnë kështu. Mirë po i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me pozitën më madhështore. Çka mund ta ketë ndonjë prej krijesave ka pati dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk është hakmar për këtë çështje. Nuk e ka qortuar për këtë. E mirë po e ka këshilluar për mos durimin e saj. Pra hadithi na mëson po ashtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë këshillues i njerëzve dhe ka qenë i afërt me njerëzit. Edhe ka qenë modest. Edhe po ashtu edhe shihet zemërgjerësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka arsyetuar këtë grua për shkak të emocioneve të saj dhe për shkak të dashurisë së madhe që mund ta ketë një nan për evladin e vet i cili i ka vdekur. Nuk është vetëm ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka edhe hadithe tjera ku shihet që njeriu duhet që të bëjë sabër në momentet më të vështira, e sidomos në rastet kur njeriu e humbën dikon prej të afërm vetvet. Pra njeriu ka shumë sprova në jetën e vet. Mirë po mendoj se më e madhja prej këtyre sprovave është kur njeriu pra e humbën ndonjë prej të dashurve vet, prej të afërm vetvet, nan, bab, bashorte, evlad, vlla, familje ose shok e kështu me radhë. Transmetohet prej Buhurejres se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk sprovohet robi im besimtar me vdekje të një të afërmit të vet, prej një të afërmve të dunjas. Dhe ka shpresë në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala për sabrin të cilin ai e bën, përveç se si shpërblim e ka xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra në këtë hadith, çka thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam? Pra nuk ka një njeri i cili pra sprovohet me ndarje prej donjërit prej të afërm vetvet, qoftë nan, bab e kështu me radhë. Pra për çka e ka për qëllim këtu? E ka për qëllim të afërmit të cilit njeriu ka dashuri të veçantë, sepse nuk e don njeriu kojshin ose ndonjë të largët, sikur se e don nan, bab ose vlla ose evlat e kështu me radhë. Pra prej dobive prej këtij hadithi kuptojmë se durimi me shpresë në shpërblim pra e bën që njeriu ta fitojë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, ndërsa shpërblimi për durimin në këtë rast është sikur se ka thënë Allah subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahu durimtarët i shpërblen pa hesab, pa llogari. Po ashtu, kuptojmë se njeriu humbën në dunja shumë sende. Pasuri, punë, zbukurimet kësaj dunjaje, saltanate e kështu me radhë. Mirë po, humbja më e madhe mbi të gjitha është që njeriu ta humb një njeri të cilin e ka të dashur në jetë. Po ashtu kuptojmë se pjesa e hadithit ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu nuk sprovohet robi im besimtar. Pra nuk sprovohet robi im besimtar me vdekje të një të afërmit të vet. Pra e ka përmendur dhe e ka veçuar robin e Allahut i cili është rob besimtar. Nuk, thon prej këtu janë përjashtuar ata të cilët janë pra jo besimtar. Pra jo besimtari pa marrë parasysh çfarë vepre bën, pra nuk shpërblehet te Allahu subhanahu wa taala sepse nuk e ka imanin që të shpërblehet, edhe normal, edhe kufri është ajo pengesa e cila e pengon që një vepër e tij të pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili pjesë e hadithit transmeton i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam prej Allahut xhallahu ala, është një ajet kuranor në surën Tauba, ku thotë Allah subhanahu wa taala: "Wama mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli." Çka ishte ajo
e cila ndaloi që sadakat e tyre të mos pranohen përveç fakti se ata bën kufër në Allahun edhe në pejgamberin. Pra shifa ajeti kuranor, thot ajo e cila i pengoi që mos pranohen sadakat, lëmoshat e jo besimtarve, çka ishte? Nuk ishte asgjë tjetër përveç se ennum keferu billahi wa rasuli. Ata bën kufër në Allahun edhe në pejgamberin. Pra veprat e tyre nuk pranohen te Allahu xhelalu ala. Pra rezultati i durimit pra është shpërblimi pa kufi te Allahu xhelalu ala, edhe normal ajo fitoria ose synimi kryesor të cilin e ka besimtari, ta fitoj kënaqësinë e Allahut edhe ta fitoj xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra durimi i njeriut, kur një njeriu pra i vdes ndonjë i afërt i familjes edhe bën durim në shpresë, në shpërblim, Allahu subhanahu wa taala pra pikërisht këtij personi për sabrin edhe shpresën të cilën ai e ka te Allahu xhelalu ala, shpresën shpërblimin e Allahut për durimin të cilin e bën, pra e fiton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për hadithit kuptojmë shumë gjëra. Kuptojmë bujarinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra për një vepër të cilën çdo njeri është e mundshme për çdo njeri. Sabër ka mundësi çdo njeri të bëj. Mirë, po shumë prej njerëzve nuk e zgjedhin që të bëjnë durim sabër. Flasin fjalë, bëjnë vepra me të cilat ata, më thonë, edhe e fajsojnë Zotin për sendet të cilët janë rezultati i duarve të tyre. Pra punët i ka në hall, ndërsa pret ta ketë gjendjen më të mirë në dunjë. Veprat i ka zift, veprat i ka zeza, veprat i ka bërllok, ndërsa nga ana tjetër pret, më thonë, shpërblime prej Allahut, mirësi të vazhdueshme, rehati, mos ketë stres, mos ketë ankth, ndërsa shumë prej këtyre, qoftë stresi ose ankthi, janë krejt ose shumica e rasteve, domethënë për shkak të mos pajtimit me kaderin e Allahut subhanahu wa taala, pra me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Për hadithit pra kuptojmë bujarinë e Allahut xhelalu ala ndaj robërve të vet dhe kuptojmë se pushteti pra në realitet është pushteti i Allahut, edhe vendimi është vendimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe pra kaderi edhe caktimi pra është kaderi dhe caktimi i Allahut subhanahu wa taala. Hadithi i tjetër me radh, vëllezër, është hadithi që transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha, se e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për murtajen. Pra çka murtaj? Murtaj është një formë e epidemisë. Pra murtaja edhe epidemi gjithmonë ka pasur gjatë historisë. Janë paraqitur, janë zhdukur një pjesë e madhe e popullatës, por sërish kanë vazhduar e kështu me radhë. Pra prej Aishës transmetohet se e ka pyetur të dërguarin e Allahut për murtajen. Dhe ai e ka njoftuar se Allahu ka quar murtaj pra epidemi mbi këdo, dhe atë e ka bërë mëshirë për besimtarët, dhe se s'ka besimtar që goditet prej murtajës dhe qëndron në vendin e vet, duke bërë durim dhe duke shpresuar në shpërblim, duke ditur se ata çka e godet, pra nuk e godet përveç se atë çka e ka caktuar Allahu, pra ai do ta ketë pra shpërblimin e shehidit. Pra këtu përfundon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ky hadith madhështor që transmetohet prej Aishës, e cila ka shprehur kurreshtje që ta di çështje e murtajës, sepse shumë prej njerëzve i sot, edhe gjithmonë gjatë historisë, i shohin për shembull faktin se për shembull një pjesë e popullatës jeton keq. Sigur se për shembull vëllezërit tonë dhe fëmijët tonë që janë në Gaza, jetojnë shumë rënd. Pra jetën e kanë shumë të rënd. 5 kilometra më të tje, jetën e kanë për shembull qafirat e kanë shumë jetën e mirë, trehatshme, me plazhe, me ushqime. Këto domethënë vriten, persekutohen, më thonë të uritur, pa ujë, pa më thonë vdesën fëmijët për sende bazike. Pra ka për njerëz të cilët thonë, po nëse do ishin këto dashur të Allahut, atëherë do i kishin këtë krejt mirat e dunjos. Domethënë i matin, me disa kritere të gabuara se kush është në vërtetë dhe kush është në gabim. Mirë, po kjo nuk është kriter. Nuk është kriter me cilin ke mundësi që të dallosh kush është në vërtetë, kush është në të kotë. Pra, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Aishës se me këtë epidemi janë goditur edhe shoqëritë jo muslimane edhe shoqëritë muslimane. Pra, Allahu xhelalu ala thot, ka quar murtaj, pra epidemi mbi këtë doj. Dhe atë e ka bërë mëshirë për besimtarët. Pra ndonjëherë Allahu çon mbi popullin diçka e cila neve na duket si fatkeqësi, por për dikë ajo është pozitive. Për atë i cili e shton imanin e vet, për atë i cili e përmirëson raportin me Zotin e vet. Pra kjo sprova është mëshirë,
prej Allahu subhanahu wa taala. Sepse një sprovë që të afron të Allahu është shumë më e mirë se sa një mirësi që të largon prej atij. Pra këtë duhet me mbaj gjithmonë ndërmend. Gjithmonë duhet me pat parasysh. Sepse ka prej njerëzve të cilët sprovohen edhe mbas asaj bëhet njeri i mirë edhe përmirëson robin me Zotin e përmirëson raportin me Zotin e vet. Nga ana tjetër ka njerëz të cilët vetëm i vijnë mirësia i vazhdimisht largohet. Çdo mirësi që ka vjen ende më tepër e largon prej Zotit vet. Pra dikujt kjo sprovë çka vjen ose ç'kjo nëse mund ta quajmë fatkeqësi për dikont për besimtarët, çka është diçka e cila është mëshirë për ato, për besimtarët. Ndërsa nga ana tjetër për jo besimtarët është dënim që në dunjë për para ahiretit. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se është mëshirë pra kjo për besimtarin, edhe çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Te kjo pjesa e hadithit thot ka urdhëruar edhe thot të qëndroj besimtari në vendin e vet. Pra të qëndroj në vendin e vet, mos del prej atij vendit ku ka goditur mortaja, ose epidemia. Pra kjo është një rregull në epidemiologjinë e sotme. Pra edhe sot përdoret kjo si rregull. Përpara disa viteve pat një sprovë, dikush tha është konspiracion, dikush tha është realitet, dikush vdiq, dikush mbet gjallë, sidoqoftë prej rregullat e epidemiologjisë moderne është një vend në të cilin ka epidemi, më thanë nuk duhet që të shkosh, ose atë vendin pra mos e lëshojnë, ose ajo çka quhet karantina, të cilën mendoj se shumica prej neve e dinë edhe sadopak e kanë komprovuar. Pra i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam tha, le të qëndrojë në vendin e vet. Pra le të qëndrojë në vendin e vet, edhe duke bërë durim edhe duke pasur shpresë në shpërblimin e Allahut, duke ditur se ajo çka e ka goditur është prej caktimit të Allahut subhanahu wa taala dhe se besimtari nuk e godet gjë tjetër përpos atë çka e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse eventualisht vdes prej asaj e merr shpërblimin pra të shahidit. Transmetohet një hadith tjetër prej Abdurrahman ibn Aufit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur të dëgjoni se në një vend pra është përhapur epidemia, mos shkoni aty, ndërsa nëse bie në një vend ku jeni ju, atëherë mos dilni prej atij vendit. Pra rregull e artë. Edhe pse duket ti do evakuohem, do dal, jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk na ka mësuar neve në këtë mënyrë. Sepse të shkosh në një vend, ti je i shëndosh edhe të shkosh në një vend në të cilin ka epidemi, ka murtaj, e ekspozon veten tënde në shkatrim. Ndërsa Allah subhanahu wa taala ka thënë wala tulqu anfusakum ila tahluka. Edhe mos e gjuani veten tuaj në shkatrim. Ndërsa që të dalish prej një vendi të tillë, në të cilën ka epidemi, faktikisht ti po se pon rrezik 100%. Mirë po ke mundësi që me daljen tënde prej atij vendit që ti rrezikosh edhe të tjerët, ndërsa është si rregull në shariat se ne as nuk pranojmë që të na bëhet dëm, mirë po as nuk i bëjmë dëm edhe tjetërkujt. As veten s'pranojmë që dikush ta dëmtoje, edhe normal edhe nuk dëmtojmë dikon tjetër. Ndërsa në një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë, nuk përhapet amoraliteti në një popull përveç se Allahu dërgon sëmundje dhe epidemi që s'kan ekzistuar tek më të hershmit. E sidomos në kohën e sodit, kur degenerimi është në kulm, kur amoraliteti është në kulm, kur amoraliteti promovohet dhe ata të cilët flasin kur amoralitetit, pra konsiderohen ekstrem, konsiderohen të izoluar të shoqërisë e kështu me radhë. Mirë po, sidoqoftë, kur jemi tek hadithi që e përmenda pak më herët, tek epidemia, pa marrë parasysh se çka bën njeriu, s'ka mundësi që të ikë vdekjes. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum min al-maut wal qatl. Thuaj, s'keni mundësi që të ikni vdekjes ose vrasjes. S'ka me ju bë dobi nëse mundoheni të ikni vdekjes ose vrasjes. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada." Thuaj, ka t'ju godase vdekja, ka t'ju mrije vdekja, kudo qofshi, edhe nëse jeni në pallatet fortifikuara, edhe aty ka me ju kapluar pra vdekja. Transmetohet prej Enesit radhiyallahu anhu se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu xhelalu ala ka thënë kë e sprovoj me dy të dashurat e tij
Pra edhe bën durim, unë ati ja kompenzoj me xhennet. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na e transmeton këtë hadith kutsi, pra fjalët e Allahut xhallahu ala. Pra kë e sprovoj me dy të dashurit e tij, ja kompenzoj edhe ai bën sabër në ato, ja kompenzoj pra me çka? Ja kompenzoj me xhennet. Pra çka janë këto dy të dashurit, të cilët shumë prej njerëzve mund të mendohen se për çka është për qëllim të dy të dashurit. Janë dy të dashurit e ballit. Pra përsyt. Pra njeriu ka, si thonë në shkollë mësohet janë 5 shqisa. Prej këtyre shqisave të gjitha janë dobishme sepse Allahu na i ka falë, na i ka krijuar. Mirë po mbi të gjitha këto shqisat është shqisa e shikimit, të parit, që njeriu të sheh. Pra kjo një prej mirësive të mëdhaja që Allah s.w.t. neve na i ka dhënë. Thotë Allah s.w.t. se nurim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ne do t'u amundsojmë atyre që t'i shohin argumentet tona në horizonte, wa fi anfusihim, edhe në vetet e tyre, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Derisa atyre t'ju bëhet e qartë se ajo është hak dhe është e vërtetë, se Allahu është hak dhe i vërtetë. Allahu argumentet që ka na i ka dhënë neve, argumente të qarta, argumente që ka i shohim në horizonte, po i shohim edhe në veten tonë. Shife, domethënë sa i komplikuar është një sy. Ata të cilët studiojnë mjeksi, ndoshta kanë dëgjuar, edhe kanë lexuar më tepër, po s'ka nevojë edhe të lexosh. Vetëm paramendo që ti je një njeriu i verbër edhe të sprovohet pra me dy sytë e ballit. Me të cilët s'ka mundësi, domethënë njeriu që të jetojë pra jetë normale si kri njerëzit tjerë. Njeriu mund ta humb shijen, mund ta humb nuhatjen. Mirë po, humbja e syve pra është veçuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si prej gjërave që janë pra më të rënda për një njeri. Edhe ky njeri nëse bën sabër, edhe bën durim. Sepse s'ka rrugdalje tjetër, çka do bësh? S'ka mundësi, ndoshta është deri në atë shkallë sa që s'ka mundësi edhe ilaç ose s'ka diçka. S'mund gjinet ilaç. Atëherë do bëje njeriu, do bëj sabër, edhe do bëj durim. Edhe cili është problemi i kësaj? Pra Allahu s.w.t. ka thonë, ja kompenzon pra me xhennet këtë mirësi të cilën ai s'ka pasur, mundësi që ta shijojë realisht në jetën e kësaj dhunjaje. Po ashtu, dietarët kanë thonë se i verbëri ka fuqi të kuptimit sendeve më tepër se sa njerëzit të cilët kanë sy. Po ashtu shqisa tjera, dietarët kanë thonë se i ka më të mprehta se sa njerëzit tjerë. Ma mirë ndëgjon, ka mundësi që të orientohet në vende për shembull ti në dhomën tënde të fjetjes. Natën nuk dish ta gjensh ta kallish atë shtekerin, dritën. Te dhoma jote e fjetjes, çka 3 me 4 e ke të vogël. Nuk din ta gjensh derën natën. Ndërsa te të verbrit kush ka parë ose kush ka ndonjë të afërm, më thonë jon edhe nëse e sheh për rrugën e tij, domethënë e sheh se ecën aq normal ecën, kemi pa njerëz, aq normal ecën, thysh nuk ka kurrë problem ki. S'ka kur një farë mangësie, sepse Allahu s.w.t. nga njëra anë i ka marrë diçka mirë, po i ka shtuar pra diçka tjetër. Po ashtu edhe hadithi i fundit me të cilin inshallah do ta përfundojmë, është hadithi i cili transmetohet prej Ata ibn Abi Rabah, i cili thot se më tha Ibn Abbasi, kush është Ata ibn Abi Rabah? Është një prej tabiinëve, gjenerata më sahabëve, është një prej tabiinëve më të njohur të cilët njihen në shkencën e Kuranit. Po ashtu pra llogaritet se është një prej nxënësve të Abdullah ibn Abbasit. Ndërsa Abdullah ibn Abbasi është një prej sahabëve i cili është më i ditur për ajetet kuranore. Edhe Ataja, edhe Mujahid ibn Jabr, pra ose Katadia ibn Diame Sedusi, pra këto janë tabiinët kryesor të cilët i kanë vënduar themelet e shkencave të Kuranit. Pra transmetohet prej Atas. Thot më tha Ibn Abbasi, a dëshiron që të shohësh një grua prej banorëve të xhenetit? Ki Ataja i thot, po, dëshiroj. Thot, kjo grua e zes, erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tha, unë goditem, o i dërguari i Allahut, unë goditem për epilepsisë. Pra një smundje e cila është e njohur edhe te ne. Thot, unë goditem për epilepsisë dhe gjatë smundjes edhe shtangjeve, shtrëngimeve, më zbulohet pjesë të trupit. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thotë i dërguarit sallallahu alaihi wasallam, lutu për mua. Pra lutu për mua, se e kam shqetësim, e kam këtë smundje, mirë po gjatë shtrëngimeve shfaqen pjesë të trupit, sepse nuk e ka ndër kontroll trupi në ato momente.
edhe kërkon prej të dërguarit Allahu që të bëj dua, ndërsa duat për Amerike nuk refuzohen, pranohen te Allahu xhelalu ala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i thot? Nëse dëshiron të bësh sabër, e ke xhenetin. Por nëse dëshiron ta lusë Allahun, e lus që të çroj. Pra i dha dy opsione. Të bëj sabër me këtë smundje, ta fitosh xhenetin, ose ta lusë Allahun subhanahu wa taala që të çroj. Ajo tha, do bëj sabër o i dërguari i Allahut. Pra shife, çfarë imani? Do bëj sabër o i dërguari i Allahut dhe lutu Allahun që mos zbulohem. Që mos më zbulohen pjesët e trupit. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e luti Allahun subhanahu wa taala për këtë të dytën. Pra shife çfarë hadith madhështor. Pra është një prej smundjeve më të rënda çka janë sprovuar njerëzit, smundja e epilepsisë. Ndoshta secili prej neve ka parë ose ndonjë të afërm ka parë, më thënë për se sa është e rëndë kjo smundje me të cilët ata njerëz përballohen. Pra çka i ka thonë, ka pat një dirt. O i dërguari i Allahut, lutë Allahun për mua se më shfaqen pjesët e trupit, kur bien për toke, më thënë gjatë shtrëngimeve i shfaqet ndonjë pjesë e trupit. Pra lutë Allahun subhanahu wa taala. Edhe i dërguari i Allahut i ka dhënë dy opsione. Opsioni i parë të bëje sabër dhe ta fitoje xhenetin. Pra për këtë arsye edhe Abdullah ibn Abbasi çka i thot? A duhet të njoftoj për këtë grua, për një grua e cila është prej banorëve të xhenetit, shife? Po, si jo. Ata ja ka pat dëshirë se prej tabinëve, pra nuk e kanë pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, pa ajo ka qenë ende gjallë, ajo grua. Pra grua e zezë, të cilën ndoshta shumë prej njerëzve ndoshta e kanë refuzuar ose nuk ka qenë e pranuar për shkak të smundjes së saj. Mirë, po çka? E ka pasur pozitën madhështore te Allahu xhelalu ala. Edhe çka i ka zgjedhur opsionin e dytë? E ka lutur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ta lut Allahun që mos zbulohen pjesët e trupit të saj. Pra për këtij hadithi ka shumë dobi. Njëra është se na mëson se çfarë dobie ka sabri, çfarë vlere të madhe ka dobi, pra durimi. Imam Neveviu e përmend dhe thot se sabri në këtë smundje të epilepsisë shpërblimin e ka xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Një prej pikave kryesore që ka na mëson kjo hadith është nderi dhe turpi që ka e kanë patur muslimanët, edhe muslimanet e hershme. Gjenerata e hershme e muslimanëve, të cilët kanë qenë xhelos për veten e tyre, kanë qenë xhelos edhe për shoqërinë muslimane. Kanë pasur xhelozi për veten e vet. Gratë të cilët edhe në çast se ka pat këtë si dirt, që mos zbulohet në një pjesë e saj, një pjesë e krahut ose një pjesë e këmbës mos zbulohet. E ka pat këtë si dirt. Ndërsa sot në mënyrë vullnetare e ekspozojnë trupin e tyre. Në maksimum, gjysmë të zhveshura. Ose të vakumuara. Në vakum, sikur se me shti. Më thënë, e ekspozojnë veten e tyre te i mase. Ndërsa gjenerata e hershme muslimave e ka pat e grua këtë dirt. Do smure dhe mos më dalën pjesë e krahut, ose një pjesë e këmbës. Pra shife si ka qenë turpi në mes e muslimave. Pra kjo nuk është kjo gjenerata e sahabëve. E kemi edhe gjeneratën e gjysheve tona. Mos shkojmë më larg. Shkojmë 1400 vjet mbas. Shko 60 vite mbas. Vite 60-a, 70-a. Kur te ne, me thonë krejt gratë muslimane ka qenë të mbuluara. Me mbules ose me perçe. Këto gjyshet tona. Nuk flasim ne para 1400 vjet, flasim për shoqërinë tonë. Pra edhe prej atyre grave, çka ndoshta s'kan pa dituri sikur se kemi ne sot, sepse ne kemi shumë dituri ndërsa kemi shumë pak punë. Dituri plot ndërsa vepra hiç. Ato s'kan pat libra, s'kan lexuar shumë. Mirë po i kanë ditë disa parime bazë, edhe kanë hes me ato parime që i kanë ditë. Ka pat prej grave, prej gjysheve tona, në këto troje tona, në këtë Tetovën tonë, këtë Shkupin tonë, këtë Kosovën tonë, këtë Prizrenin tonë, Prishtinën tonë, Tiranën tonë. Kur kanë ndaluar këto vende prej komunizmit perçja, nuk ka dalë më prej shtëpie. S'ka dalë. U krij puna, nuk e ekspozoj fytyrën time. Edhe se normal, mesin e dietarëve ka pasur diskutime, është mbulimi i fytyrës obligativ apo jo, normal, me thebin e Hanefi është obligative pra mbulimi i fytyrës. Ibn Haxheri thot, është një rregull të cilën e transmeton Ibn Haxheri dhe thot se në këtë rast e thot ta zgjedhish më të rëndën ka përparësi përpara asaj që ta shfrytëzosh atë e cila është si lehtësim. Edhe
prej dobi tjetër, sepse ky hadith ka shumë dobi. Edhe një prej dobive tjera është se ky hadith madhështor na mëson se ka sëmundje trupore ose psiqike të cilat i shëron duaja. Pra padyshim se duaja pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është e veçantë. Mirë po edhe duat e besimtarëve ka mundësi që të pranohen. Për këtë arsye ne e lutim Allahun me shpresë pra që çka na realizoj atë të cilën e lutim edhe kërkojmë prej atij. Për këtë arsye besimtari gjithmonë e luton Allahun subhanallahu teala. Edhe sa për njerëzve ka, të cilët Allahu i ka shëruar me çka? I ka shëruar me lutjet çka ky njeri pra i ka bënë te Allahu subhanallahu teala, ose sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, da'u mardakum bis sadaqa. Mjekoni të smurit tuaj me sadaka. Pra t'japë sadaka që Allahu xhallahu ala pra ta shëroj filani. Pra inshallah këtu e përfundojmë. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.